Dhe pra të dashur miq, bombicat në formë të qershisë tani janë gati. Dhe si gjithmonë në fund të videos do bëj demonstrimin dhe do ju tregoj edhe juve nga afër se si duken. Vazhdojmë tani me përgatitjen. Fillimisht në një enë më të madhe do të shtojmë 300 gram biskota të bluara. Tani te biskotat shtojmë një lugë gjelle me sheqer pluhur. Në këtë recetë duhet që të shtojmë edhe një lugë gjelle me mjaltë. Pak ngjyrë të kuqe, e cila përdoret për ushqime. Gjithashtu duhet që të shtojmë edhe lëng qershie ose lëng vishnje të blerë të gatshëm, 50 ml ose gjysmë gote çaj. Vazhdojmë tani përsijejmë derisa të formojmë një masë të mirë, njëjtë si kur përgatisim bombica. Vazhdojmë tani me dorë, e ngjeshim mirë, derisa të bëhet një brum i mirë. Tani marrim nga brumi, por sigurohuni që t'i bëni të vogla, mos i bëni shumë të mëdha, që të na duken sikur të janë qershia të vërteta. Bani kështu brenda një vrim dhe do të vazhdojmë që të shtojmë nga një lejthi për ta bërë tani bërthamën e qershisë. Vetëm e mbyllni dhe me duar vazhdoni që ta lemoni. Tani do ju bëhen duart pak me ngjyrë të kuqe nga ngjyra që e kemi përdorur brenda në recetë. Vazhdojmë tani kështu derisa të përfundojmë një herë me të gjithë brumin që e përgatitëm, duke i vëllëm formën gjithave si formën e qershisë. Pasi ju japim formën gjithave, tani marrim pak sheqer dhe vazhdojmë tani që secilën nga bombicat që i kemi përgatit ta rrotullojmë në sheqer një herë. Tani marrim disa degë të qershive, për t'i bërë që t'na duken si qershi të vërteta, dhe vazhdojmë që t'i bëjmë bashkë kështu nga 2. Duke i dhënë kështu formën e qershive të vërteta. Dhe pra të dashur miq, bombicat në formë të qershisë tani janë gati. Dhe si gjithmonë në fund të videos do bëj demonstrimin dhe do ju tregoj edhe juve nga afër se si duken.